afër të tij. Ishte një histori. Ka nisur e tillë. Do përfundojë e bukur. Ty ç'a ty në punë. Dhe fillon historia. Mali mbron Stenaldo. Stenaldo nuk i vjen mbështetja nga jashtë. Por mos e fritbënje Stenaldo. Për dashurinë, për dashurisë më ke mua. Vazhdo me ju elet. Shkëlqje, ndriço. Dhe vetëm për ti dhe me të madhe. Dashuria. Miku i. Përlec mua da si që ti më, kanë të orë që plasi laka. Edhe i thash dje, Stenaldo, ti ke një hepsh për femrat. Dhe unë e shikoj, arrita shikoj, po nuk është ofendim, se të jo manjak, s'pak, jo. E shikoj, dhe dje ku qëlloj dje, mo sa ja thash para prajmit, mas prajmit e nëzori kokër. Ec aty. Jo, hepsh nuk është e keqe, jo, nuk në trojët. Kesi, ti ka që je. Ti po gjykon një mashkull që ka shpreh një vlerësim për një njeri tjetër. Ka shpreh dashuri, jo vlerësim. Dashuri. Ka shpreh vlerësim. Ka shpreh vlerësim. Nuk ka bërë me dashurim. E di pse, sepse ti nuk e di ç'a do të thotë dashuria. Ti nuk e di ç'a do të thotë dashuria, okay si. Ti nuk ja ke ide. Ti ke ide. Ti ke ide. E ke ide ti ç'a do të thotë. E ke ide ti ke ti ç'a do të thotë dashuria. Jo, pra, jo, se ai do ta thojë, jo ju. Jo, po jo nuk tha kët. Nuk tha kët. Ti nuk mund ta kuptosh këtë fjalë. Nuk e tha atë. Do doja ta kisha dash. Okej? Se do me fut gjëra ti po nuk janë. Ka shpreh dashuri, ç'a problemi ka? Po normal, edhe vlerësimi është një formë dashurie. Do të si ta pranoj. Unë po e pranoj, ka shprehur një vlerësim. Dashuria ti tash